Profesor Dobi, një fitore 3 pikë në Shkodër, ishte të menduar për para ndeshjes? Menduar, jo menduar për këtë punohet. Unë kam i shpreje që ja them çunave sa herë. Nëse do të jesh me më të mirë, do të fitosh me më të mirë. Sot shkohet. Deri sot ishte vend parë. Me kalim e kohës duhet me respektu se mënyrën se si edhe Vllaznia po luan, mënyrën se si po interpretojnë futbollin. Ka konceptin e vet, ka filozofinë e vet, është zakonisht si dhe e matur edhe mënyrën se si ka zgjedhur lojën, me mënyrën e lojtarëve që ka, por kam ndikim të ekipi im, kështu që do flas për ekipin tim, do themi që ne po rritemi çdo ditë në çdo ndeshje, mënyrën se si e interpretuan sot ekipin djemt, mënyrën se si e transmetuan në fushë, jemi zakonisht të kënaqur sepse në këtë lloj mënyre kishim edhe përgatitur. Kjo më jep akoma më shumë kënaqësi përveç fitores. A donim fitonin, po ku ka më mirë se të fitosh në Shkodër? Mendoni se ishte i drejtë rezultati 0-1 për Dorthaket për skuadrën tuaj? Mund të ishte që më i lartë për ne, me gjithë respektin, nëse do shohim gjithë aksionet, gjithë rastet e goleve, mendoj që kishim më shumë raste për gol ne. Do të ne pranu sot. Me gjithë respektin që kemi për Vllaznin, por është një fjalë e urtë që nëse do të respektosh kundërshtarin apo kundërshtarit të respektojë ty, duhet të respektosh veten tënde. Objektiv duket final fort, por ke mendoni se do lini jashtë? Ne më parasysh se këto javë kanë pas 4 ekipe që janë. S'kam ndikim se kush do ngeli jashtë, ne do më luftojmë çdo ndeshje. Kjo është ajo që kemi synimin si ekip, si klub, gjithë, nesër mbas nesër, normale që si themi, me të ngrënën të rritet dhe oreksi, por kemi kohë. Jemi të vetëdijshëm, jemi ndërgjegjshëm për punën që bëjmë, për punën që kemi nisur, vetëdijshëm, kemi ndërgjegje komplet nga drejtuesit e deri te djem, që jemi në proces, por rritemi çdo ndeshje. Kajnar për mbrojtjen tuaj mbajtet larg sulmit në të të javës. Tamam. Thamë, përsëri një ndeshje me 0 që do të shohim mënyrën se si po themi djem të interpretojnë, mënyrën se si ja kërkojmë gjellëzime, gjithë direktivat, po thoj se po ta shohim sot, domethënë nëse Vllaznia ka pas 2-3 goditje të forta, po s'ka qenë aq të rrezikshme që mund na fusin me vërtet në vështirësi, me gjithë respektin se ka sulmin, ka sulmuesi më të mirë, ka shënuar më shumë gola nga gjithë. Ne kemi ndikim te loja jonë, e puna jonë dhe këtu fokusohemi. Sot festa flamurit, duket se po s'ka qenë me fat për Teutin. Inshallah çdo javë kështu. Ndeshja e ardhshme për ekipin tuaj? Akoma bëhet më vështirë. Bëhet më vështirë sepse tani besoj që edhe i kthejmë vëmendjen ekipit tonë që sot gëzojmë, po që nesër do fillim punën për Elbasanin. S'kemi kohë, shumë me ngjeshur. Do jetë akoma sepse do luajmë ekipin lider në këtë moment. Kështu që do na rrisi akoma motivimin për këtë gjë. Në aspektin personal, i kënaqur me rikthimin në futbollin shqiptar? Me punën që po bëhet, me besimin që ka dhënë drejtuesi, mbas një farë kohe, po jam i kënaqur. Do të ne pranoj. Faleminderit. Faleminderit. Gjithë mirë.